E radhës është kështu. Selam aleikum, deshta me vetë, një nënës me idek e vladit, e nusja me thonë, mon nuk më takon me të këshirë. Dhe me thonë, ka vdek djali, e nusja ka me gjallë, është e opton, është nuk më takon me të këshirë vjerës. A i takon, thëtë shtëpici, dhe thonë është. Nuk është fjalë etike. Pa dhe. Ka dek burë, ishte se këshirë vjerë. Nëse njeriu prej kujdesin ndaj të dashurit tyre, është që të kujdeset për ata edhe pas vdekjes së tyre. Kur ka qenë buri i gjallë, nëse kujdesi i grusja ka bo qefin burit dhe ka gëzu burin, edhe pas vdekjes kjo hatri burit duhet të vazhdon që të e bën atë praktik që e ka pas gjatë kohës kur ka qenë buri i gjallë. Të shtash, a e ki bo respektin ndaj vjerës për me fitu shpërblim të Zoti, e me imbajt të fresta raportet familjare, apo e ki bo pi detyrimit edhe, apo e ki bo për që fatësia, apo vetëm pse ki pas ndoj një hal apo zorë, me thonë, në momentan. Ndaj, kjo forme pyetjes nuk është e hishme dhe nuk ban të na si shqiptar të ngjallët dhe të ushqet ky lloj të menduarit vjerën me shiku si një armike, si një diktatore, vetëm si një person që veç koku i frigës prej burit i bëj sajgi për ndryshe se marrë ndorë. Po nëse do në burin tëndë, nuk dush me arru se nëse me të vërtet e ki dasht, se këtu këtë rast që në kam bo për rahmet, nëse me të vërtet e ki dasht atë burë, dhe nëse me të vërtet e ki ditë se respektin ndaj vjerës tonë dhe ka gëzu burin tonë, vazhdo me atë punë edhe pas vdekjes së tij. Pse sunet është miqtë e të dashurve tonë mi respektu edhe pas vdekjes së tyre. E lejmo nonën e burit. Nëse ka qenë dashuria e sinqertë, nëse ka qenë dashuria vetëm kështu kismis mesazhe, atëherë çdo sent është me një konotacion tjetër që duhet na më përgjigj.